Elidon, të përshëndes, blokimi në pikën e kalimit kufitar Kakavianin vijon tashmë prej të paktën 2 javësh, duhet thënë, po si ka ndikuar ky blokim deri në këto momente që flasim, nuk ka patur problematika apo jo? Kasandra Mirdita, dhe si që thate ju, po bëhen gati mbi 2 javë që fermerët grek duket se janë të vendosur për të vijuar vazhdimësinë e protestave të tyre në kundërshtim me politikat ekonomike mbështetëse që ata marrin nga Ministria e Bujqësisë dhe Qeveria greke. Dhe duket se mos rakordimi dhe arritja në një dakordësi midis të dyja palëve po sjell edhe këtë situatë e cila vazhdon, siç e thamë, për gati 2 javësh në aksin rrugor Dogane Kakavijes në Janin dhe konkretisht protesta zhvillohet në po të njëjtin vend në afërsi të kryqëzimit të fshatit të Kallpaq në territorin e Greqisë. Duhet thënë fakti që edhe gjatë komunikatës apo njoftimit të publik të dalë ditën e sotme sërish edhe gjatë orëve të pasdites se konkretisht nga ora 19 deri në orën 22 me orën lokale të Greqisë, ky aks rrugor do të vijojë të jetë i bllokuar si shkak e protestës së fermerëve grek. Megjithatë, duke ju referuar edhe njoftimeve të cilat të dalin më herët, nuk mund të flasim se apo të evidentohet fakti që kemi patur problematika të paktën gjatë ditëve të fundit ku tashmë protesta ka marrë një përshkallëzim më të lartë edhe njoftohet në kohë edhe nga persona që i kryejnë ato, në qoftë se do të flasim për punën e doganës Kakavijes, qoftë nga pala shqiptare, qoftë edhe nga ajo greke, puna dhe qarkullimi i ato mjeteve në këtë dogan nuk është ndërprerë për asnjë moment, por problematika vijon të ngelet gjithmonë të bllokimi i aksit rrugor Kakavije Janin, edhe kemi patur të paktën ditët e para të kësaj proteste një mos njoftim apo të vendoseshin në dijeni të qytetarët të cilët ditëve të para të këtyre të protestave kanë qenë të detyruar të presin deri në hapjen e këtij aksi rrugor, ku edhe gjatë ditëve të para, por edhe njoftimi zyrtar të ditës së sotme bëhet me dije se do të lejohen të kalojnë vetëm ato automjete të cilat kanë emergjenca shëndetësore dhe asnjë automjet tjetër i çdo lloji mallësie apo qoftë edhe ato të linjave të autobusëve të cilët kanë qenë gjatë ditëve të para të bllokuara pikërisht në këtë aks rrugor si shkak e protestës, që ende nuk dihet se sa ditë do të vazhdoj, pasi duket se fermerët grek janë të vendosur 100% deri në plotësimin e kërkesave të tyre ndaj qeverisë greke. E qartë. Mirë, Elidon, faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë.